rrymi. Do më thonë, pse neve na ka shajtu rryma, është keq menaxhim i 3 operatorëve. Keku, Kosti, që janë nërë qeveri, edhe Zëreja. Zëreja s'pjaloni faj, edhe pse Zëreja ka faj ma të vogël, për shkak se në 2-3 raste, nuk e ka kry punën e vetë, se ka thonë ka munges stafit. Pse ti ki munges stafit, nuk ka faj qytetari. Që na me pagu qëmi do. Për shkak monitorimin e pjesët tjetër. Momentalisht nëse shen raportin vjetor Zërejes, 1/3 e stafit mungon. Me një organizat, ku mungon 1/3 e stafit, është probleme menaxheriale, kur dihet që Kosovë për një vend në institucione publike, krejt është ma jashtë se në institucione private. Fatkeqësisht. Si dash me kosht. Po, jashtë që është, do me thonë te kje, kur kena mri rekordin për një gardian burg, 28 vete kanë apliku për një vend punës, për policie kje reshqe që është shkon 1 me 10. Do me thonë njerëz në Kosovë, për arsye shumë të njëra, për shkak kushte më të mira, pushimeve dhe këto tjera, njerëz kanë qef me punu në institucione publike. Nëse ti s'ke mujtë si menaxhment, 1/3 e stafit me punë, është përgjësi është. Keku, për arsye se ka pas shumë ndalje, do me thonë, nëse marëm 2018-2019, e kije, veç e raportit, unë përfolli me raportit zyrtare se së shumë kek në sa 20 vjetë, po problemi është që keku ka pas dalje pa parashikume shumë a shumë so vite para prake. Automatikisht, nëse ti nuk prodhan rrjete e ngreja të rrymë, ka devijime, ka denime, që kjo është kosto, tash, pse nuk e ke mirëmbajtni, edhe pse është i vjetër, na e kuptojnë, po pse para 5 vjetë u mirëmbajt, sot su mirëmbajt. Për atë janë 2 akt akuza për drejtorën, Keku s'ka halo drejtor 3. 7 janë rrudë i tash. Po jo që ka 7, tash e kini ushtruz detyre që nuk është tash inxhinier. Dikush më tha që i ka 32 vjet, 34 vjet. Drejtori Kekut zakonisht i ka 35 vjet ku përvoj pune, po ja që të na kanë zgjedh. Po fund që të keq menaxhime, që të në farë mënyre militarizimi ndërmore publike, na si qytetari janë aty pagu. Se në fund letë që vërën këndush atje. Kur në 2019 s'u ka interesu, kush u ka drejtor Kekut, kam rrije 1000 megawatt gjadimin. Në 8 orë është një postim e ish drejtorit Luaj Gjimerit, ku kam rri prodhimi Kekut 1000 megawatt, plus burimet e ripërtishme. Se cilë megawatt në 8 orë, 9 orë, që prodhon Kekut, qytetari e pagu 150-180 euro, ma pak so e kishë importu. Kështu që... Në 2 vjetë e fundit, se cilë termocentrale është i prodhu minus 20 ma pak për shkak se nuk jënë bo me ku remontet. Ose janë bo remontet e këshia, ose ata njerëz marrin rrugë, për ato do të me marrë e përgjësi, se zakonisht e na njerëz negociojnë veç i të mirat, po arrojnë që me të mira, kur po ka një sukses, këtë po thujnë, unë e kesh për mas. Kur po ka dështim, i pajisa që ka e vjetër.